Nga mesha mbajtur pas ditën e së premtes në Kishën Katolike Shkodër, famulitari i Shkodrës Don Vlash Pala i foli për mënyrën si duhet veprojmë përballë situatave komplekse brenda së cilave ndodhemi dhe ku akuzojmë padrejtësisht. Për këtë Don Palaj u ndal tek drejtësia e Krishtit sipas Ungjillit. Ai u referua duke thënë se nuk mund të jesh në një nivel më atë që është i prirur të dënoj padrejtësisht, qoftë nëpërmjet një opinioni të shprehur. Sipas Don Palaj, i krishterë i vërtet nuk gjykon për keq, aq më pak ta merret, me çdo kusht duhet të ruajmë paqen pavarësisht sulme nga të tjerët. Është shumë e rëndësishme përballë edhe të një situata komplekse mbrenda se cilave gjendemi në jetën tonë të përditshme, sepse ka shumë njerëz të cilët padrejtësisht akuzojnë. E si të veprojmë, si të kundër përgjigjemi, si do të kishte vepruar Krishti në këtë rast. Kur nuk e kena drejtësinë e Krishtit, jena të paaft për me kuptuar tjetrin e si pasojë, edhe për me fal. A keni vërejtë një herë? Dikush më na than një fjalë pa vend, sa vështirë është me ja fal. Po pse ma tha? Sa i ult, sa njëri keq, pse me lëshuat fjallë, që i kam ba, s'kam mja falë kur. Kjo është mënyra më efikase me u vetë dënu. Por kur krahasojmë vetë që nuk jena të aftë me falë një fjallë, me Krishtin i cili i gushdum mi kryq, i gushdum, jena mësu, si me thanë, këto fjale jenë fjallë rutinë. Imaginat është një trup njerëzor i cili është i plakosur aty me atë drunin e kryqit me goshte. Ja ngullin goshtat në trup. Edhe pikrisht nga këto gjeste kaq makabër, përmushën nga njerëz kaq mizor, sa që me kryzut e drejtin, pikrisht aty e gjenë forcën me thanë, fali, o atë se nuk din që ka bojnë. Kjo është drejtësia. Kjo është drejtësia. Ti nuk mundesh me kenë në një nivel me atë person i cili është i prirur për me dënu, padrejtësisht. Parazita është duhet monal. Në Krishtin dhe me thanë, kjo njëri e ka një hadh. Kjo ka një problem madh. Do t'je një dhonum për jetës, do t'je një mangët. Kush e di se si është rrit, kush e di se çka ka su gjatë jetës e ti dhe me zi shpret. Me kriju situata për me shfry liksin që ka akumulun vetë dhe me shkarkuat mit pafajshmi. Se e që nëmi kryq, është gjithë shfrymja e mkatit, e mizorisë e liksis njerëzore mi Krishtin, mit pafajshmin. I Krishteni i vërtet. Nuk akuzon, nuk gjykon, nalohet, edhe nuk flet. Si që banë Krishti për para Pilatit. E mydhi, thot shkrimi i shenjtë gojën e vetë. Pse, është e kot me fol me një që s'marvesht. është e kot me fol me dikani cili është i plas, i shpërthyj për liksis. Nuk ka mërsye. Nuk ka drejtësi në vetin. Pra dhe do të gjesh një rrugë tjetër. A një herë, si shtë që në Agustini, edhe rruga largimit për atë shumë efikase. In fuga salus. Pështimi i shpirtit ton, shpeshherë thot që në Agustini është në ikje. Dohet mi ikë s'keqës. Mas rre aty me bot drejtësi me një që nuk dim që ka është drejtësia dhe që e ka humë prej koshete. Problemi është që për mos me humë Zotin duhet me kënë paqë me këdo. Sa e vështirë është me erujt paqen kur tjertë të sulmojnë të akuzojnë pa drejtësisht. E pra, kjo është i Krishteni. Me çdo kush duhet me erujt paqen e vetë. Durim, si që bojnë martir, deri në vdekje durojnë. Pse? Sepse s'dojnë me humë paqen që i lidhë me Zotin. Fjala e tij gjatë meshës mund të nënkuptohet si përgjigje ndaj skeptikëve dhe kritikëve për fjalën e tij në meshën e dielës së kaluar, e cila u bële nga televizioni Rozafa, e për aty e muan shumë media kombëtare dhe portale, duke i dhënë shumë vlerë fjalës së tij si mesazh kundër politikanëve mëkatar, që në fund u vjen dita e gjykimit. Vreni këto politikanë tanë. Me këtë situatë që është kriju në vendin tonë nuk banë gjatë tjetër, vetëm tregojnë e më vjen keq për ta, sepse më duken shtresa më ignorante, më ult e popullit shqiptar, sepse ju jepet i fije pushtet njerëzit e kanë këtë bujari, po marr ta jep mundësinë, ushtrojë të mirën. Ja, si me mbledh vetëm për veti. Edhe nuk është problemi tek ajo që ka mbledhin, por problemi se ngjarrin e pa.
varfëninë e shpirtit të tyre, atë mizerën e brendshme, njerëz të cilët jetojnë vetëm thjesht me pas diçka, e shpërfitojnë natyrën e tyre, disa ti përfunduan në burg. Si më në burg ti? Të kena votu për me na bë mirë, se kena problem, më bani mirë dhe vetit. Por mas abuzot deri në atë pikë, sa që me marë në qafë, e me ahek ka shate në gojë, sidomos ati i cili lofton, ashtë për çdo ditë, për me pas buken e përdiqme. Aty është e pa falshme. Mëkati çon në vdekje. Pra në mëkati korrupsionit çon në burg. Çon në burg. Thot Krishti, herë ta vonë çdo gjë, do të dalin dritë. Ka në hetje për pushtet shkretit. Pra në edhe devijojnë.